Kjo është metoda më e frikshme me cilën janë trajtuar njerëz në histori. Në vitet 1930, Antonio Egas Moniz e prezantoi lobotominë si trajtim për skizofreni, depresion dhe mani. Ai besonte se duke shkëput lidhjen mes korteksit prefrontal dhe pjesëve të tjera të trurit, simptomat e rënda të çrregullimeve mendore do të zvogëloheshin. Shumë pacientë pas operacionit u bën më të qetë, por humbnin iniciativën, emocionet dhe aftësinë për me marrë vendime. Disa madje humbën edhe jetën. Megjithatë, Moniz mori çmimin Nobel në vitin 1949. Në SBA, Walter Freeman e ka bërë këtë metodë edhe më të dhëmshme. Transorbital lobotomi me një mjet që dukej si thik akulli, që futet përmes syve, shpesh pa e hap kafkën fare, kryhen ndërhyrjet në tru. Procedura zgjaste më pak se 10 minuta dhe ai krijoi mbi 3500 lobotomi. Për një kohë kjo u quajt mrekulli mjekësore, por realiteti ishte tragjik. Shumë pacientë përfunduan me dëmtime të përhershme dhe pa jetë sociale. Mundeni me i pa dhe fotot, gjendjen e pacientëve para dhe pas ndërhyrjeve. Në ardhin e ilaçeve antipsikotike në vitin 1950, lobotomia ra nga përdorimi. E ju, a mendoni që Moniz e meritonte çmimin Nobel për këtë procedurë? Kallëzoni në komente dhe për më shumë video si kjo, subscribe urbani në YouTube dhe në krejt platformat e tjera.